Ciao guys! Hi guys! Mirë se erdhët në vlogmas numër 15. Sot është e diel edhe ne po qetësojmë pak. Se fëmijët i kemi lënë në sallon duke lozur. Fëmijët i kemi fut lavatrice. Ti bëjmë centrifugë të shpejt. Sa kemi ngrënë drek me vonesë sot, por për pak do pim kafe. Si thoj burri, do pim këtu shtëpi apo do dalim? Po ma bëre ti pim shtëpi, po se bëre ti ikim bar. Nuk do ikim bar, nuk e bëj. Do ikim dalim se është kohë shumë e mirë. Hi guys! Si që pat, unë dhe Mari do ishim shtrejnë në krevat, u qetësuam pak, fëmijët lozën, tani vendosëm të ikim tek qendra këtu ku jetojmë, që të pim një kafe. Në vajti ora e kafes, ora është diku tek 3 ose 4, nuk e di. Ta shikoj dhe t'ja u them, një sekund. Atëherë, ora është 4:01 dhe ne do ikim të shtetë të pim kafen e mësdites. Outfit check. Edhe ikim, ata ka një për para, sepse unë nuk e duroja do të shtëpinë në rrmuj ashtu si që këshim bërë. Sistemova një dy gjëra, mblodha lodrat, ndeza robotin, që kur të kthehem, tjetë shtëpia zidz. Si që unë e dua. Edhe kështu. Edhe mbleva dhe një buskuq. Një sekundë të mbyta. Mbleva dhe një buskuq, që është kjo këtu. Nude. Për ta vendosur poshtë contouring. Dhe më pëlqen shumë. Mendoja se do ishte më ngrohtë, po që nga ftofor goxha. Ata familja ime është atimatan. Shikoni? Janë atimatan. Por ja se po i vete, po i kapa vash avash. Se ne jetojmë në qendër njerëz. Shikoni ku kemi kishën? Kisha është këtu dhe rruga e shtëpisë tonë është atimatan. Atje. I mora Arlit me vete këtë lodrës, jam e bindur që do lozin shumë. Arli është shumë fëmijë që kënaqet me lodra kaq të vogla dhe është, nuk e di çfarë të them. Jam mora se jam e bindur që do lozi. Na bë unda flak e kuqe se vërtet që ka shumë ftohtë. Se di Arli do jem bërë duart dhe fytyra e ftohtë. Në ishte ide e mirë kjo që dilnim apo jo, se di. Ata vajtën te pema vitit të ri. Ktu kemi kishën. Fëmijët vajtën gjatë te pema vitit të ri. Shikoni? Bëj një supë të baba. Bëj një supë. Bëj një supë. Bëj babi supë. Që do? Bëj. Një kemi këtone. Nuk mungon asnjë. Ka dove Arli. Ti e çuni mamit. Ti e birim. O vesi mia. Çfarë do t'i blejmë babi çunit? Do. Lego. Due Lego. Një për dada, një për çunit. Po dada do ikin te shkolla dhe los çuni. Dada ikin te sa lodra ka çuni atje. Shiko sa lodra ka çuni atje me dadën. Shikojeni. Dhe prap do lodra. Antoja. Unë jam shtrerë pak, Amari do ka shkuar pak nga familja vet, me Amin. Unë jam këtu me Arlusin, se neve na pëlqen të rinë të spia jonë, nuk do të dalim. Fale. Kësë të një mamit, ki nuk do t'ikin, kësë le mami fale vetëm. Jo. Kjo rrisim për me mamin. Si. Zemra ime ti. Kështu goca. Arrova t'ju tregoja se buskuqin që mora tek Lidl. Është ky numri këtu. Edhe më pëlqen shumë goca. Përveç se ti mban buzët e hidratuara, ka këtë ngjyrën këtu. Shikoni?
nude. Më pëlqen shumë. Thosë ka shumë produkt, po. Hajt, për €1. Shkoni? Nude, shumë e mirë. Për vendosur në contouring. Duket kështu. Thash, hajt Alki. Hi guys, kemi bler Arlit Lego. Gjithashtu kemi marrë 2, Amarildo do të merrte vetëm këtë, por unë i thash që merri dhe këtë Amarilisit. Mamma, di ka. Io testo. No, io testo. Janë më të mëdhaja. Kështu doja t'ja tregoja dhe i kemi marrë dhe ata fëmijëve. Janë shumë bukur Amarilis. Lì ci sono i stickers. Ci sono anche i stickers për të ngjitur mbase tek Egot. Te Lego. Legot. Non lo so. Por janë shumë bukur. Lëri këtu. Ah, ma no. Mos ja sprekoti. Ke stickers të shkollës ti. Quelli sono da scuola, appunto, scuola. Këto nuk janë për shkollës. Këto janë për të Arlit këtu. 6, 7. Anch'io. Marilis, ti ke hecur zbathur mami që i ke bërë çorape të zgjur. Po pse ke shpista? Ke dalë për jashtë ta zbathur, e sigurt. Që si ke? Të kanë të shbërë formë kemës poshtë. Facciamo così. Quale ti piace? Kam për të shkuar edhe më duhet ta shkruaj këtu, do shkruajmë 2 letra. Do keni zëra kështu sepse është darkë, është ora diku tek 8. Është ora 8 e darkës edhe unë do shkruaj 1, 2 letra. Ok, faccio. E adesso metto questo. Babi, io perché sono grande ho fatto questo, io perché non ti dico. Përshëndetje nga dita e Han, javë të mbarë dhe jemi te vlogmas numër 15. Kam filluar shumë vonë të xhiroj për sot, duke qenë se kam pasur disa angazhime, kam pasur kalendarin plot sot me angazhime, duke qenë se kam qenë të marr pak edhe me ilaçet e mamit, edhe kam qenë në farmaci, kam marrë disa gjëra për Arlin, duke qenë se medikamentet e Arlit duan ordinuar, nuk janë në farmaci. Kemi nash ndryshuar dhe pediatrës si që kam thënë edhe jam pak i ngatëruar dërsa të sistemohemi me këtë pjesën e pediatrit të ri që s'kemi pas mundësi që edhe të flasim. Mbrëm, kam qenë live me ju, jam kënaqur, kam ngrënë shumë mandarina, kam ikur të flej me një bark aq shumë të fryrë, sa se keni idem, plus që jemi dhe para menstruacioneve, se për mendimin tim janë të vurdallosur, se nuk jam as pak edhe mirë, kam shumë dhimbje të forta në fund të barkut dhe sidomos nga ana e djathtë. Nuk e di çfarë bëhet me mua në këtë periudhë, por di të them që po shqetësohem pak dhe po mendoj që të bëj një kontroll, një vizitë pasi kam vërtet tepër dhimbje. Ka momente që nuk heci dot fare. Edhe pata pak mamin sot, edhe më tha të kanë rënë hanat.
Ço do thot kjo fjala? Kanë ca fjali këto gratë e vjetra, të kanë rënë hanat. Ç'a jam unë ka rënë hanat? Ço do thot kjo? I thashë ma çfarë do thot kjo? Kështu i thoshin përpara, tha. Po mirë, a ka një shpjegim kjo gjëja? Po ja, tha, do kesh ngrit në një peshë të madhe, ose flinje zbuluar, ose nuk e di. Gjithsesi, me fjalë të vjetra, po me fjalë të reja, unë jam e shqetësuar dhe desha shumë që të bëj një kontroll, sepse e ndjej dhe e di që diçka nuk po shkon siç duhet në fundin e barkut tim. Dhe janë kriza sikur do shkoj të lind. Kupton? Dhe as pak nuk më pëlqen kjo gjë dhe do flas pak me Marildën sot ose do marr pak edhe doktorin tim të familjes. Por sigurisht siç përgjigjen gjithmonë këto doktorat e familjes, s'kemi çfarë të bëjmë, neve shkon në pronto soccorso. Shkon në pronto soccorso dhe ata thajnë, pse nuk e shkoj te doktori i familjes? Dhe ti thua që më sa që të vi këtu. Domethënë një luftë e ftohtë në këtë mënyrë që ti diskuton edhe kur je smur, sepse sanitaria në Itali ka shkuar shumë keq, goca. Ti vuan aty dhe ata të kërkojnë pse ti nuk shkove te mjeku jot i familjes, ndërkohë që mjeku jot të thotë shkon në pronto soccorso. Domethënë jeni atë fazë që thua, ore, më dëm barku, ore, nuk jam mirë. Ç'a jeni duke diskutuar? Ç'a do bëjnë në fund ditës doktori i familjes? Sepse të paktën atje ku jam unë, doktori i familjes nuk mund të bëjnë edhe ginekologun ose një ekografi për të parë se çfarë ndodh me barkun tim, me zonën e mitrës apo ku ta di unë vezoret këtu. Gjithsesi, po nuk fole, po nuk i ngacmove, po nuk ngrite çik zërin, unë kam kuptuar që këtu mund të vdesësh edhe para mjekëve dhe çdo gjë është okay. Tashmë vdekja po kthehet në një trend, sepse në përvarrime bëjnë video, foto, askush nuk ka pak respekt dhe dinjitet dhe pak nuk e di çfarë them, është turp. Turp dhe ndonjëherë ndalem dhe them, ore, ne do ikim nga kjo jetë, po ku do i lëm këto fëmijë në këtë botë kaq mizore? Saqë njerëzit nuk din të ngushullojnë dhe të rrin pranë njerëzve fatkeq, që i ndodhi fatkeqësia, por janë me telefona në dorë që si të kapim këtë fragmentin apo të kapim këtë fragmentin dhe është turp. Turp. Edhe këto njerëz që në telefonin e parë, që në personin e parë që nxjerr telefoni, duhet shfaritur nga ai moment, duhet zhdukur nga ai vendi, duhet rrin fare aty, se që në momentin që ti nxjerr telefonin në një moment të tillë, ti duhet largohesh menjëherë nga aty. Menjëherë, mungesë respekti në maksimum. Prandaj goca, kujdesuni për vete, mos e nënglezhoni, nga një gjë e vogël mund të ndodhi një gjë e madhe, prandaj edhe po të shkoni te doktori dhe të thonë që okay, është diçka momentale, por ama shkove, e kontrollove dhe je qetë, sepse diçka është diçka e lehtë. Ama nëse ti nuk shkon sot, nesër, pas nesër, kujtosh pas një viti, kjo diçka e vogël mundet të jetë bërë një diçka e madhe. Shpresojmë që jo, por kujdesuni për veten. Unë për veten time, ja u them ju sepse dhe vete kam nënglezhuar veten time për shumë arsye më të rëndësishme. Por erdhi momenti ku unë them do kujdesem pak më shumë për veten time, duke qenë se po nuk qesh shumë mirë, si do kujdesem për fëmijët e mi, si do kujdesem për burrin tim, për familjen time. Prandaj, edhe unë si gjithë ju them një pjesë të eksperiencës time, një mendimin tim, mënyrën se si mendoj unë, edhe kështu. Tani sapo kam bërë drekën, siç e shikoni, më vina Marildo. Gocat janë të më shkruajt gjitha për porosi tani në momentin e fundit, po kur të them të gjitha, në momentin e fundit, edhe, okay, çfarë do bëjmë, do t'i kthejmë përgjigje, edhe do i bëjmë porosin, se fundja për këtë punë jemi.
Okej. Shifemi në vazhdim, doja të thosha që kam vendosur edhe vësët që më ka dhënë Etleva dhe janë kaq të bukur dhe kaq cute, ngjanë si pema vitit të ri. Edhe më pëlqejnë shumë goca, janë shumë cute dhe të bukur. Shifemi në vazhdim. Goca e Amarildo dhe po sistemojnë të gjitha porositë që janë konfirmuar pagesat. Arriva më. Ja ku ke të tavolina nene. Mersi jo bëri. Mersi re. Dhe këtë marrë Amarilesin dhe më pas dhe i tek posta goca. Që janë porosit. Deve ser muito detalhado. Praticamente cartão no Merry Christmas, Brenda, però. Goca ju kam futur edhe provza të magnetik, parfumit provz magnetik. Ja kam quar Anjës, Luci Artigianali, edhe shoqës Griseldës, që e kemi Nilda, për mamin e vetë. Po ju pëlqevi mbajeni mend që është parfumit me emrin magnetik. Okej, goca, jam këtu që po i kitë marrë Amarilisin dhe mbas Amarilisit do shkojmë tek posta, kemi përçuar porosira sot. Faleminderit gjitha gocave që janë treguar shumë korrekte dhe kanë bërë porosit dhe i kanë konfirmuar, kanë bërë pagesat që unë t'i dërgoj. Që kështu për gjitha ju që si keni bërë akoma pagesat, ju lutem, nëse ma keni rezervuar setin, duhet të bëni pagesën, mos më dëmtoni se një set i konfirmuar, një set që më keni thënë Alketa e dua dhe më pas nuk e blini, dëmtoni Alketën. Duke qenë se unë jam shumë korrekte, ju kërkoj me shumë mirë kuptim dhe dashuri, korreksi dhe nga ana juaj. Që kështu në datën 25 unë jam e mbyllur dhe juve që keni dëshirë të konfirmoni, mund konfirmoni mbas datës 5 janar, unë jam aktive sërish. Okej, shkoj të marr Amarilisin dhe më pas do shkojmë te posta. Amarildon e kam në shtëpi sot masdite, që kështu vlogmas akoma shumë herë më i bukur sot. Kam marr Amarilisin, është këtu dhe tani do të çojmë pakot tek posta. Jemi te posta. Dhe guys, është ora diku tek 3. Unë sa kam mbaruar 2 punët e mia dhe sa kam folur pak dhe me patronatën tim. Dhe do thoni ju çfarë po bëj. Kam FBI-n me vete këtu, Migenën, që s'më ndahet. Flet gjithë kohës çfarë po bën, ku je, pse je, qysh je, sot kam dhe Maritën në shtëpi, që los me Arlin dhe goca bën detyrat. Edhe po përpiqem të marr çik doktorin e familjes, se duat vetë të bëj një vizitë ose të paktën të lënë një apuntament, se siç u thash pak më përpara kam disa kriza dhimbje të barkut, fund barkut. Dhe s'po përgjigjet. Shikojmë tani nëse do përgjigjet pak më vonë. Hej goca, është ora diku tek 3:37. Unë duket se po smurem sërish, duke qenë se kam ethe, kam dorë të ftohta, edhe pak und. Okej? Por të na kaloj, edhe jam veshur. Kam edhe këtë shallin pasi kam ftohtë dhe duke qenë se merr edhe një pako nga TikTok Shop, po ja u tregoj edhe juve, këtu kam edhe Ardin dhe Amin që po lozin. Edhe sot
sot kam bërë edhe pak make-up, kam vendosur fondotintën e Amarlile Studio dhe duket kështu. Duket në edhe sytë e mi që janë shumë të lodhur dhe po na kap një Judgy Grip. Bravo. Edhe ta hapim të pakun. Unë e di se çfarë janë. Duke qenë se e kam porosur vetë. Ma io oggi lo sappiamo. Wow. Ma per me le hai ordinate. Wow. Me le hai ordinate! Goca kam marrë 2 palë. Per mua dhe per Emma. Sepse kam porositur edhe për Amarilisin. Shpresoj t'i bëjnë duke qenë se sa i rritet shumë këma. Mora numër 36. Shpresoj që t'i bëjnë. Tash tjetër dhe O, sa të bukra. Ama tjetër dhe 36, o sa shumë. Shifini qikë sikur do vësë është këmbën e pambuk. Është shumë e Komodje. Komod, fute këmbën të më? Opa. Vendose? Të bëjnë? Ja, ku është i ka veshur Amarilisi. Për shkolla. Tjetrën, mama. Kemi marrë të dyja me qimeqi. Dhe juve mund t'i gjeni me super çmim tek TikTok Shop. Shkarikoni aplikacionin e TikTokut dhe unë tani do bëj një video dhe klikoni kareli dhe i merrni me super ofertë. Gjithashtu do t'i provoj edhe unë tani. Edhe sa po ju tregova një palë, tani po e mbyll se do shkojnë direkt bëj një video në TikTok që t'ja u tregojmë edhe aty. Tregoj çik mama? Është dark që vllai im pini një kafe dhe tani iku. Fëmijët po hajnë një diçka. Ama i do shtu për jashtë që va dit lulet, po merret me baçën. Dhe diku këtu do ju them, shifemi në vlogmasin e radhës, mbas do dalë një ndër vlogmas më të shkurtër. Por që sa po vjen dhe po ndjehen këto vlogmas, po lodhen, duke qenë se dhe sot ka qenë një ditë jo për mua, për shëndetin tim. Por gjithsesi nuk ju lash pa vlogmas. Shpresoj shumë që t'i pëlqejnë ky vlogmas edhe shihemi nesër.